A i pat lajmet se çfarë ishte bërë sot Shqipëria, po nuk i pat më. Sot kam pa lajmet e topit dhe jam skandalizuar që një mësues i anglishtes është pushuar nga puna sepse në orar të mësimit predikonte fenë e tij. Sipas dëshmitarëve të intervistuar nga gazetari e Top Channel Kristi Gongo, mësohet se profesori mund të ketë predikuar pjesën e ringjalljes, e cila në jetë reale nuk duhet të predikohet tek fëmijët, sepse nuk mund t'i thuhet një fëmije që hidhu nga balkoni sepse do të ringjallesh nesër. Nëse kjo gjë është e vërtetë që kur t'hidhesh nga balkoni ringjallesh nesër, profesori duhet ta bëjë këtë gjë te balkoni i tij, dhe ne të tjerë të shkojmë të shohim nëse profesori do ringjallet apo jo. Pasi është bërë publik ky lajm skandaloz, autoritetet kanë bërë verifikimet që duhen, duke shkarkuar më pas profesorin e anglishtes. Unë jam prind vetë dhe kuptoj shumë i stresin që po kalojnë prindrit që çojnë fëmijët e kjo shkollë nëntëvjeçare, sepse ne fëmijët i çojmë në shkollë për të mësuar matematikë, gjuhë, anglisht, fizikë, kimi, qytetari dhe tjerë, dhe jo fe. Kaq ishte kjo video për sot, shpresoj mos kemi më lajme të tilla, shihemi prapë nesër.